Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ritakojmë së bashku me ofertën e ditës në këtë episod ku do të shkojmë virtualisht drejt Egjiptit. Mbetet një tjetër destinacion shumë i kërkuar dhe shumë i pëlqyer nga të gjithë ju tani më, jo vetëm për pushimet, por edhe për të gjitha ekspeditat, por edhe aktivitetet e shumta që mund të zhvillojmë atje. E me këtë tjetër mund të flasim më mirë për Egjiptin se sa me Isulianën nga Vas Tour, e cila na çon jo vetëm në Egjipt, por në shumë destinacione që Vas ofron përgjatë gjithë sezonit. Kënaqësi të kemë në studio. Përshëndetje, kënaqësi veçantë për mua, më në fund. Më në fund e nisim në këtë sezon Egjiptin si një nga destinacionet më të kërkuara, ndoshta mund të themi kok më kok me Antalien tani më. E vërtet, ne kemi zhvilluar goxha takime dhe sezonin e kaluar, këtë po e quajmë të parin për këtë sezon. Është kënaqësi e veçantë për mua të jem këtu dhe të prezantoj një nga destinacionet, më lejo ta them me modesti, top të kërkuara dhe një konkurrent i denj i Antalias për sezonin e verës, por jo vetëm. Kemi thënë që Egjipti është destinacion i gjithë vitit. Isu pa diskutim që nuk mund të rrim pa folur për elefantin në dhomë, thot anglezët. Kështu që situatat kudo sikurse ne i lexojmë, edhe pse unë mendoj që është një propagandë media më e madhe se sa çfarë vërtet po zhvillohet në botë, është situata e luftës e cila bën që tituj kryesor të lajmeve të krijojnë panik dhe ndoshta pak konfuzion te të gjithë lexuesit që në fakt me të drejtë nuk kanë se si të bëjnë një verifikim të çfarë janë duke lexuar, sepse e marrin të mirëqen që gja media tani mediat këtë gjë mund ta bëjnë. Por, për fatin tonë të mirë, ne kemi kontakte të drejtë për drejta me përfaqësuesit tanë në Egjipt e kryesisht në Sharm el Sheikh. Si është situata aty? E vërtet, siç e cek edhe ti, nuk mund të rrim pa përmendur dhe të bëjmë sikur asgjë nuk po ndodh. Fati ynë i mirë është që prej vitesh tashmë, përveç që Sharmin ne e kemi destinacion ekskluziv të Vas, por komunikimi direkt me operatorët tanë në Egjipt na lejon dhe na ka lejuar, sepse nuk është situatë e re, po themi për sa i përket situatës së vështirë të luftës që ndodh. Edhe sezonin e kaluar, madje në fillim sezonin ne kishim po të njëjtën situatë, por fal po themi garancisë dhe fal mbarvajtjes së bukimeve në Egjipt dhe garancia nga operatori ynë që çdo gjë po operohet normalisht, vlen të thuhet dhe të garantojmë dhe ne të njëjtën gjë. Edhe me agjensitë tona partnere, ne kemi dërguar komunikimin zyrtar të nisur nga operatori ynë që çdo gjë po vijon normalisht. Ne urojmë, shpresojmë dhe patjetër që besojmë që situata do të normalizohet për të gjithë ata që po e përjetojnë, por absolutisht edhe për klientelën tonë që le të themi janë të stepur paksa, por kërkesat vazhdojnë lefti, rezervimet po ashtu. Egjipti është destinacion që nuk ta lë kurreshtjen pa ta ngacmuar, kështu që ne jemi gati, po ashtu me mbështetjen e operatorit ton e theksoj dhe të gjithë tim Vas që mbarvajtja e këtij sezoni do jetë një sukses, patjetër që po. Nuk kanë kaluar shumë vite nga periudha e pandemisë, kur të gjithë ne u izoluam edhe u përballëm me situata shumë të vështira. Me sa duket, për fatin tonë të mirë, ne nuk kemi ende të prekur, vendet me të cilat tani më zgjidhen të jenë si më të preferuara të shqiptarëve, çdo gjë po shkon për mrekulli dhe qet, pa situata kaotike, kështu që jam e bindur që do të jetë një sezon po aq i mirë dhe po aq i suksesshëm, ndoshta edhe më mirë se sa ai që lam pas. Sepse vëmendja është atje tani dhe kurioziteti i shumë edhe në fakt të miqve të mi, të cilët më kanë pyetur që Egjiptin e kishin në destinacionin e tyre të pushimeve të kësaj vere, edhe për shkak të gjithë punës që ky vend ka bërë tani me promovimin e tij, jo vetëm me resortet që i lënë radhën njëra tjetrës, por edhe të aktiviteteve të shumta, sepse duhet thënë në fakt që Egjipti zgjedh ata që duan pushime të miksuara, apo jo? E vërtet. Egjipti është ai destinacion që të ofron dhe të dhuron pushime aktive, eksperienca dhe aventura të jashtëzakonshme.
duke nisur që nga plazhet e mrekullueshme dhe të veçanta që ofron i gjithë Bregdeti i detit të Kuq, normalisht nuk mund të lëm pa përmendur, pra pyetja e parë që vjen në kërkesat për sharm, përveç resorteve, që normalisht do i citoj pak më vonë, është për pjesën e aktiviteteve, nisur që nga snorkeling, scuba diving, shijimi aty Bregdetit koralor i parë nga afër, normalisht dhe vizita në piramida dhe gjithë gama e gjerë e aktiviteteve të cilat zhvillohen në sharm, tërheq atë klientel që përveç se janë, po themi, karaktere aventurier, por eksperienca ime në Vas më ka treguar, sidomos sezonin e kaluar, që kërkesa vinte dhe nga ata të cilët e preknin për herë të parë Egjiptin. Ti e di tashmë që Egjipti është në opsionet e para që unë ofroj kur bëhet fjalë për pushimet e verës, dhe kemi patur feedbackun më pozitiv dhe më vlerësues të mundshëm dhe normalisht do jemi për herë mirënjohës për besimin që na jepet nga klientela për pushimet e tyre verore. E si mos jetë në fakt? Do më thënë, nëse më herët Egjipti konsideroi një destinacion shumë i largët, luksos, edhe i përkiste vetëm luksit të një pjesë të caktuar të shoqërisë, tani më është i aksesuar shumë për të gjithë, me çmime të cilat nuk bëjnë kompromis asnjëherë me cilësinë që ofrojnë të paktën resortet, dhe mbi të gjitha me një shumëllojshmëri aktivitete që unë jam e bitur që një javë ndoshta nuk do më mjaftonte për të marrë të gjithë shihen mirëfilli të një prej vendeve që ka, le të themi, disa nga gjiret më të mira në botë për zhytjet. E vërtet. Me detin e Kuq, mrekullitë koralore, piramidat pa diskutim që janë një magji më vete. Dhe po shikoja në fakt që tani më edhe disa nga DJ-t më të njohur në datat 27-28 mars përballë piramidave zhvillonin koncerte të tyre, edhe është bërë një top atraksion jo vetëm për pushuesit, por edhe për yje botror që duan të shpalosin atje talentin e tyre. Është shumë e vërtet, madje tani kur po vija për takimin ton, kisha në dorë një kërkesë pikërisht për fundin e marsit dhe pikërisht një ndër po themi kërkesat dhe pyetjet për informacion ishte pikërisht aktiviteti dhe eventet për të cilat Egjipti qëndron në vend të parë, do thoja unë. Mënyra e organizimit të aktiviteteve konsiderohen dhe e meritojnë të konsiderohen si festa dhe aktivitete luxury. Pra, mënyra e të organizuarit të eventeve në Egjipt të lë padyshim një mbres dhe një shije tjetër që ti do doje ta bëje këtë eksperiencë edhe një herë tjetër. Nisur nga eksperienca jote disa vjeçare tani më në Vas dhe disa sezoneve që mbush chartera të tërë me njerëz që shkojnë drejt Egjiptit. A zgjedhin në fakt që t'i rezervojnë këto aktivitete që në start, apo shtohet kurioziteti dhe dëshira kur shkojnë atje? Informacioni jepet që në start, pra përveç resortit, faciliteteve të resortit, pa dyshim informacioni për aktivitetet kërkohet që në fillim dhe pastaj i gjithë organizimi kryhet me asistencën e guidave tona lokale dhe pa dyshim guidave tona shqiptare të cilat janë në të gjithë netat e qëndrimit të klientëve. Pra, nëse nga ne marrin atë, po themi, indicjen kryesore, nxitjen, atje marrin thjesht vendimin dhe procedohet me zhvillimin dhe shijimin e aktiviteteve. Në një bisedë me disa miq të mi në fakt duke diskutuar për destinacionet ku do të shkojmë këtë verë dhe për të menduar për pushimet, sepse në momentin që mbaron janari dhe fillon shkurti që atëherë mendojmë për pushimet se ku do të shkojmë. Disa miq të mi po më thonin që në fakt para 2 vitesh kishin qenë në Egjipt me Vasin. Dhe sa i rëndësishëm në fakt, ndoshta ne e themi kështu në klishe edhe si një facilitet që e ofrojmë në fakt për të gjithë klientët që është guida, po sa e rëndësishme është një guid mirëfilli, shoqëruese në destinacione ndoshta sikurse Egjipti, që jo vetëm ka një mori aktivitetesh për të zhvilluar, por është një kulturë ndryshe duhet nga çfarë ne jemi mësuar më herët. Dhe të njëjtën eksperiencë kishin ndarë edhe disa të tjerë në tavolinë me mua, por në një mënyrë individuale në fakt vetë duke bukuar hotelin, aktivitetet dhe çdo gjë tjetër dhe po më thonin që të paktën në Kairo, në rrugën që ishin duke shkuar për në piramida, kishin qenë të nuk e di më mund ta themi në media këtë, të terrorizuar, të friksuar, për shkak të gjithë njerëzve që ishin me kontrolle të shtuara, pa pasur mundësinë që ndoshta të flisin anglishtën qartë dhe thjesht për të gjithë, dhe ndërkohë shikonim të tjerë që ishin në grup mirëfilli, të qetë, pa e verë mendjen për asgjë,
me kaloni në një kontroll rutin duhet thënë, dhe jo të imtësishëm siç ndodh kur ti e thjesht një çift që do të kalosh kufirin për të parë piramidat, dhe ky është një facilitet që prej vitesh tani më, e nuk e di në fakt nëse ka qenë ndonjëherë Egjipti pa gujtë. Asnjëherë. Do me thënë paketat e VAS për Egjipt kam patur, dhe jo vetëm të Egjiptit, duhet ta theksojmë këtë gjë, asistenca e guidës shqiptare, asistenca e guidës shoqëruese, ne e kemi vënë re sa e rëndësishme është për klientët, siç e the dhe ti, që veçanërisht zgjedhin Egjiptin. Nisur që nga, po themi, qasja dhe që nga organizimi, ajo marrja e vizës në aeroport dhe shpjegimi, instruksionet, shoqërimi për në hotel, pjesa e shpjegimit që bëhet gjatë rrugës nga aeroporti për në hotel për të gjithë se si do zhvillohet takimet, dhe patjetër që po, është shumë e rëndësishme, sepse edhe klientët ndihen, po themi, pak më të qetë, e flejnë mendjen dhe din që ne do zhvillojmë këtë aktivitet, por ne kemi guidën dhe do të na udhëheq. E sa rëndësishme njerë që ti mund të shpjegosh kërkeset e tua në shqip. Sa do mirë ti mund ta flasësh anglishtën, italishtën apo çdo gjë tjetër, duke shpjeguar dikujt në shqip kërkesën tënde. Ti ngëllon bukur dhe merret më bukur. Është shumë e thjeshtë, sidomos duket sikur je në pushime me një asistent që të ndihmon gjithkohës për çdo kërkesë apo informacion që do kesh nevojë. Aktivitetet pa diskutim janë, le të themi, shtysa kryesore të gjithë atyre që zgjedhin Egjiptin. Nuk po them këtu piramidat, tani më e kemi folur për shumë sezone që mbeten jo më kot një nga mrekullitë e botës, edhe një domosdoshmëri për të gjithë ata që ndoshta nuk i kanë parë, edhe domosdoshmëri për ata që janë nostalgjik dhe duan të shohin sërish scuba diving, snorkeling, sikurse ti përmenda, apo një vizitë në qendrën e qytetit me të gjithë kulturën e tyre atipike, por shumë të bukur në fakt, edhe që ne e gjejmë veten shpejt, por nëse ne nuk kemi një resort me 5 yje, na çalon, nuk na shijojmë pushimet. E bukura e Egjiptit si destinacion, përveç aktiviteteve që ne të dyja i përmendëm dhe kemi thënë që është një ndër, po themi, kriteret kryesore dhe shumë nxitse për të zgjedhur Egjiptin, padyshim janë resortet. Duhet ta themi dhe edhe me zë të lartë madje që Egjipti është ai destinacion i cili ofron resorte shumë të mira dhe me një buxhet, po themi, mesatar apo pak më pak se mesatar. Mos të flasim pastaj për rrjetet e hoteleve të cilat janë standard luxury me 5 yje, që padyshim arsyetojnë vlerën e tyre dhe jo më kot preferohen edhe nga klientela jonë, por që është e vërtet ajo që ti thua. Pa patur zgjedhjen e një resorti qoftë me 5 yje ose jo, por mbi të gjitha një resort i cili do të i përgjigjet kërkesave nga ato më bazike deri te kërkesat, po themi, që çdo klient i ka specifike sipas pushimeve që ai dëshiron të kaloj dhe të zhvilloj. Padyshim që po zgjedhja e resortit është pika tjetër kryesore që Egjipti vazhdon të preferohet dhe të mbahet një ndër destinacionet top për VAS. Dhe unë e di që ti sa herë vjen tek studia ofertës së ditës, nuk vjen asnjëherë me një resort, por vjen gjithmonë me 2. E vërtet. Ke gjithmonë një plan B për çdo rast. E vërtet. E vërtet. Duhet ta themi që një ndër top opsionet që ne ofrojmë, padyshim për një klientel, po themi pak më të përzgjedhur, është rrjeti i hoteleve Rixos. Hoteli që kam zgjedhur sot nga rrjeti i Rixos është Rixos Premium Seagate. Është një hotel me koncept ultra all inclusive, ndjes që do i ofroj dhe i ka ofruar tashmë klientëve tanë një qëndrim luxury në çdo facilitet të tij, që nga pjesa e tipologjisë të dhomave për akomodim, që nga pjesa e kulinarisë dhe po themi e restoranteve à la carte ose jo të ofruara, dhe normalisht ofrimi po themi i produkteve me cilësi premium. Normalisht, Rixos është ai hotel që i ofron klientëve edhe familjarëve, po themi se tani për familjarë duhet të mendojmë, ne? Çdo rast. Ambientin për fëmijë që është Kids Club që Rixos ofron me një hapësirë të gjerë dhe më e rëndësishmja me aktivitete në të cilat fëmijët humbin aty, por jo vetëm argëtojnë, por edhe mësojnë njëkohësisht. Për klientelën pak më rinore, po themi dhe
pak më energjike, normalisht ofrohen beach bare, janë shumë të preferuara, të cilat Rixos i ofron padyshim me pije të cilësisë premium. Dhe Rixos Premium Seagate, siç e thash, jo vetëm gjatë sezonit të verës, por edhe pas sezonit apo dhe tani që jemi, mbetet një ndër resortet më të kërkuara dhe më të preferuara, do thoja, në Sharm el Sheikh. Do me thënë, kur kemi një kërkesë për Rixos, ne nuk kemi, po themi, atë arsyetimin nga mbrapa të çmimit. Jo. Se, po. Jo. Rixos dhe është një komunikim i heshtur. është dakordsi fikse heshtur, do me thënë, Rixos dhe vazhdojmë. Në fakt po, me standardin me cilësi nuk bëhet asnjëherë kompromis, dhe nëse kemi thënë Rixos tani më është një brand që njihet në shumë vende të botës, njëjtë sikurse është Aika dhe Elita në Antalya, pa diskutim që mbetet edhe në Egjipt. Por në fakt Egjipt ka edhe shumë konkurrencë. Ka një rrjet të resortesh që, kur themi rrjet të resortesh, është një brand ofron disa tipologji resortesh për shumë kategori pushuesi. Ku ndërto, pa diskutim është dhe Sunrise. Dhe rrjeti i Sunrise. Dhe rrjeti i hoteleve Sunrise është ai rrjet hotelesh të cilat klientët i zgjedhin pa më dyshjen më të vogël, qoftë nisur nga Sunrise White Hills, të cilin unë e kam zgjedhur sot, që ta përmendim pak, e vërtet, e meriton atë emër, por edhe Sunrise-et e tjera, nisur nga Sunrise Montemare, nisur nga Sunrise Arabian, Sunrise Remal Beach, i cili vitin e kaluar u rinovua dhe me çfarë patëm informacion, mund të konkuroj shumë mirë dhe Sunrise White Hills. Kështu që janë të dy të kërkuar, Sunrise Remal Resorti po ashtu. Pra, tek rrjeti i hoteleve Sunrise, edhe këtu jemi, edhe ne si travel consultant, në momentin që e ofrojmë si opsion, e dim që i vetmi mesazh që do marrim pas 7 ditëve të qëndrimit nga hoteli do jetë falenderim dhe mos në harroni për sezonin tjetër. Kështu që edhe Sunrise është një ndër ato hotele që ofron një gamë të gjerë aktivitetesh, pa dyshim që po, si pjesa e akomodimit, hapësira që ofron, ajo ngjyra e bardhë që për tipologji si unë, për shembull, që preferojmë shumë të kemi këtë paqen kur shkojmë me pushime, është padyshim zgjedhja ideale dhe zgjedhja më e kërkuar. Normalisht nuk vihet në dyshim cilësia e kuzhinës me restorantet që Sunrise ofron dhe normalisht pjesa e gjithë facilitetit për plazhin dhe për të gjithë klientët që dëshirojnë të kenë një qëndrim paqësor siç unë, Sunrise White Hill duhet të mbetet patjetër zgjedhja e tyre e parë. Ne nuk e theksuam, por në fakt tani më ndoshta shikuesit që na ndjekin, por gjithashtu edhe ata që kanë shkuar në Egjipt ose do të shkojnë, e dinë që është një destinacion gjithvjetor. Pra, nuk është një destinacion që funksionon sezonal, sikurse mund të jetë Antalya, apo sikurse mund të jetë dhe vend dyën, dhe po marrin në referencë këto dy vende, duke qenë se janë destinacionet më të frekuentuara nga vetë ne. Por Egjipti ofron një eksperiencë gjithvjetore ku të gjithë ne mund të përfitojmë edhe nga çmimet që ndoshta mund të jenë shumë herë më të lira tani, apo në pas pikut të sezonit, le të themi, për të marrë ndoshta të njëjtin eksperiencë. E vërtet. Siç e thash edhe pak më parë, Egjipti konsiderohet si destinacioni që nuk fle kur dhe jo më kot. Ne, edhe në takimet e tjera, ne patëm dhe charterat për vitin e ri, dhe kjo tregoi që realisht Sharmi është ai destinacion që zgjidhet në çdo muaj apo në çdo, po themi, sezon të vitit. Qoftë për pjesën e eksperiencës së paharrueshme që kombinohet që nga qëndrimi në resort dhe zhvillimi i aktiviteteve plazhi, duhet ta theksojmë që temperaturat në Egjipt janë të përshtatshme në çdo kohë që ti vendos ta vizitosh si destinacion, dhe normalisht kërkesat për Egjipt, edhe pse përfunduam charterat e vitit të ri, në janar kur u kthyem ishim gati sërish për ta vizituar dhe kemi patur padyshim rezervime edhe për muajt janar, shkur dhe mars që jemi tani.
Ne do të jemi bashkë gjithë sezonin, edhe do të flasim gjatë për Egjiptin dhe për gjithçka që ky destinacion ofron, dhe përpara se të le të shkosh, do doja edhe këshillën tënde të ekspertit e quaj unë, që do të jetë pjesë e ofertës së ditës tani më në çdo episod. Patjetër, Egjipti duhet të jetë destinacioni i parë që do të zgjidhni për verën tuaj, por rezervoni tani sepse jemi ende në periudhë early booking. Dhe diçka tjetër, siç e the që do jemi gjatë gjithë sezonit bashk, VAS vjen gjatë gjithë sezonit dhe gjatë gjithë kohës me super oferta. Kështu që patjetër që do jemi bashk sepse do ofrojmë super paketa, patjetër. Faleminderit shumë që ishe me mua sot në studio. Dhe ne kemi mbritur kështu në fund të episodit të ofertës së ditës për sot, ku shkuam virtualisht në Egjipt për të vizituar të gjitha aktivitetet që zhvillohen atje, por gjithashtu edhe 2 resorte në mënyrë specifike. Bëhet fjalë për Ixos Premium Seagate, por gjithashtu edhe Sunrise White Hills. Të dhënat e paketave janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, por tani më format e komunikimit ju i dini. Mund të klikoni në vas.al, por gjithashtu të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe të kontaktoni me çdo agjenci VAS member për të marrë kështu paketën tuaj të pushimeve. Deri në episodin e radhës, mirupafshim.